Ish kryeministri italian tregon pra pas skenat e takimit me Putin, ishte shumë i lodhur e mbanin dy persona. Vizita në King kishte ngjallur debate të brendshme në Itali për shkak të pranisë së Aldemës mes udhëheqësve autoritar si Kim Jong-un, Lukashenko dhe Masoud Pezeshkian. Ish kryeministri italian Massimo D'Alema, i ftuar në Pekin për kremtimet e 80 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore, rrëfeu se gjatë takimit të tij me presidentin rus pati një moment që e shqetësoi pasi Putini po mbahej nga dy persona. Më duke shumë i lodhur, u shpreh D'Alema. Vizita në King kishte ngjallur debate të brendshme në Itali për shkak të pranisë së D'Alemës mes udhëheqësve autoritar si Kim Jong-un, Lukashenko dhe Masoud Pezeshkian. Por përtej polemikave diplomatike, vëmendja u përqendrua në gjendjen fizike të Putinit, ndërsa Kremlini ka mohuar prej kohësh akuzat për sëmundjen e Putinit, duke i quajtur ato shpikje mediatike dhe lajme të rreme. Gjithsesi, nuk ekziston asnjë konfirmim publik për diagnoza konkrete dhe gjithë ky peizazh mbetet në fushën e spekulimeve dhe interpretimeve. Çdo lëvizje, çdo fjalë deklaruar nga burimet ruse apo të jashtme, tani tensionohet nga pasqyrimi i asaj që mund të jetë një lider në dobësim apo thjesht një lider që ruan sekretet e tij me kujdesin maksimal.